Për mi pastruj fije show që janë, që kanë gec, edhe me ba një disha 3. Trotuarin, më. Po, për këto dvere se me gjatë. Tema sociale, më. Ja, po, në tema sociale, do me një gjutë djere, shfat. Po ka, më aty. E di, po jo këshu aktualitete. Edhe tema të rozë. Po pra, diqa pikante këshu. Ja, pra, Rogerti, të i bën fresk. A ba nësë më prysë jam të hangër Po buk? vla, ato hangër buk. Ja, shu, Ato hangër buk, otan. Qa të bak njëri? Aja bën e fresk, gazetarit. Jem regu? Mbrojeni si këse po ha bukaj. I bën e freskun, e i the që je gazetari mirë. Ka që ishte, mbaroj. Shkoj ta kapu një, se juve ma bodë dhe gizili. A ke na ide që do me bane? Ke parasysh që do të Kam do kështu mendime, Po pra, normal. po duke u bazë. Flet me moderator? Kom pas shumë qaf me bo diçka si Jimmy Fallon. Jimmy Fallon? Po. Night. Shumë bukur. Ajo do jetë super. Pëlqen karizma që e ka edhe kejt. Shumë bukur. Jo, sepse si ty me gjelozu, nuk gjelozoj. Edhe keme është i mirë, Po, po. të dytë. Ama Dhe Generis ka pëlqy mu shumë. Fantastike. Kam marru shumë për te. Por doli abuzusa jo. Doli abuzusa, dhunuse, ndaj stafit. Të stafit. Tortur total. Kjo është problemi pra. Nuk e di tani këtu. A është e njëjta nivel, se atje janë më tjetër jetë. Ka zora edhe për këtë. Për disa emra, që janë tash jashtë ekranit, po ka Po pra, po këtu është struktur tjetër, sistem tjetër. Du me ditë se si mund t'i trajtosh ti stafin ku je që punon me to për shemë. Që përzitesh ti, Nuk më zhidër fare. o mirë. Me respekt me gjitha, Deri ti e thoshte nuk i ull, gazetar. në bonus I fund marru, vitit sa e e je. javun e emrin, Bonus sot fund je vitit e je. gazetari mirë. Ky. Po mirë, unë për momentin sa përna. Tregon edhe se që do boj Gabimi, edhe që do boj top channel, dhe ky do boj edhe platformën e të diellës, ky. Menaxher balesën, në përqimje. ka qenë gazetari të shtu. Biznesi sa po hapë. I fekaleve. Vetëm te. Po normal. Boft mirë njerë, mos përmeni të hor buk. Mos i përmen ato, sepse po ha buk. Mos përmen ato lloj gjoje. Se po han buk, pak të respekto ushqimin tatë. Në asnjë moment. Po pra, Ki me respektu ushqimin, nuk shkon me debatu me dikën kur e tu hangër ushqim. se qa një gjova i miz tu, ku është i miz? Ka një ngoj. Por e ku është e miza? Ka një ngoj, miza. Kjo miza që ti mu këthy prej atje që të thënë këto, a the, prej mizës ti u këthejve. Pra tjetra, ja miza Miza që ti mu këthy. Mateo Brikena, do një dhalla Iran? Brik. Që kjo mizat ta këthej rrugë. Ku dhe i tjetër miz? Jo për ndjerë. E shqyqyr që s'ka më miza. Shpëtu miza. Sa të rëzikshme e konsideron për pozicionin tanë Edison? Përkofsh. Do më habisin që ose do dhëtë diçka tjetër për vetë Nga 0 të 10, sa të rëzikshme shef për me zanë pozicionin të finale? Kush është e disa? Ajo që ty ta shemi komplet atë Unë jam gazetar, dhe unë bëjt pyetje pikante, dhe. Nga 0 të 10. Ajo që ti Sa i jo nuk bërë është nominim gishtin e motër, ti je, mesit. ti rrezikon për dalë, ajo jo. Pra nga 0 të 10, ti jemi të pasë me vetë. O Briken, ajo që ty të bëri që të nxjerrësh gishtin e mesit me gjithë shqiptarëve, aq shumë e humbe kontrollin. Do me thënë, vjen një Dhe ajo disa... që po ta prish rahatin, ti Vjen që një... s'po merë djelë do jam për kokër qefit. Jetë e mundu vetën me E dashur. bloko qafa. Kaloj e rushimin se do të Merë djeli her, pas ta i flasë. Edisa Demollari është ajo që bëri Brikena Selmanin aka Miss Paqa në përbot të nxjerrë gishtin e mesit me